Ishte objektivi i madh i flamurtarit duke parë pozitat në kampionat, por tani vlonjatët duhet të qartësojnë det, sepse 0-3 inkasuar në Vlorë në gjysmëfinalen e parë të kupës përballë Tiranës nuk lë pothuaj asnjë shpresë për përmbysje në 90 minutat e dyta në kryeqytet. Tekniku Muça dështon në ndeshjen më të rëndësishme të sezonit që kur është ulur në pankinën vlonjate. Skuadra e tij shturet përballë statusit të 24 herë kampionëve, që nisin praktikisht në avantazh ndeshjen me golin e minutës së 3. Erion Dushku është treguar i saktë në goditjen me kokë duke mposhtur për herë të parë Koliqin. Në fakt efekti i golit ka qenë ronditës për Kuqezin që mbetën të paqartë dhe vuajnë presingun kryeqytetës. Rastet më të mira për barazimin janë në minutën e 20 me Lenën që gabon përballë portierit dhe në minutën e 38 me Prognin, konkluzionit të cilit kalon pak mbi travers. Tirana mbrojt fort dhe godet me kundërsulm në një moment kyç të ndeshjes. Sokol Çikallëshi dy fishon shifrat në minutën e 69, duke mbyllur në mënyrën më të mirë kundërsulmin bardhë blu. Flamurtari tani dorëzohet dhe nuk beson më, ndërsa për të vulosur ndeshjen për t'u harruar, mendon Tushe. Mes fishori shënon edhe golin e 3 në minutën e 2 shtesë, duke dorëzuar pothuaj në dorë kualifikimin në finale teknikut Rubio Sanchez. Një finale e parë për spanjollin që e çon Tiranën drejt trofeut të 15 të Kupës së Shqipërisë.